pas 28 të muajit, kur edhe fillon zyrtarisht fushata? Po, gjasat janë që mund të intensifikohet, gjasat janë që mund të rritet, por është e dëmshme. Dhe ata që po e bëjnë, në fakt kam përshtypjen që do ta dëmtojnë vetveten më shumë. Sot hynë sulmojnë përmes profileve falso, në mënyrën më barbare, më të mundshme, por ata po dëmtojnë vetveten, se nuk dëmtojnë njeri. Dhe për qeveri e cila ka tash e 6 vite që veç ankohet. Veç ankohet? Veç ankohet, qeveri që veç ankohet, veç kryon pengesa, kryon drama, kryon konflikte nga njerë dhe të paqena, si duket i ka justifikim për mos punën e vetë, sepse kishte një shumicë të mjaftueshme, kishte të gjitha mundësit në dispozicion për të punuar për qytetarët edhe për zhvillimin e vendit, dhe në fakt si duket akoma nuk kanë dalë prej konceptit edhe ideologjisë së bllokimit. Pra du të harrojnë... Se e konsiderojnë që kjo ka qenë në qëllimshme një ide blokimi nga lëvizja vetëvendosje për të na quar sërish në zgjedhje? Po, fare e qartë. Domethënë, lëvizja vetëvendosje me planifikim shumë të qartë e çoi vendin në zgjedhje pa pas nevojë fare, ndërkohë që para zgjedhjeve kishte premtuar president. Ata po thonë të kundërtën, po thonë që opozita na çoi në zgjedhje për shkak që nuk arrinin as edhe një emër ta sjellin në tryezë për president. I gjithë populli i Kosovës, por përfshirë edhe opozitën dhe përfshirë edhe vetë pozitën në fakt, para zgjedhjeve kanë qenë një zëri dhe kanë pritë që presidenti do të jetë Vjosa Osmani dhe për një mandat të dytë. Lëvizja vetëvendosje e ndryshoi këtë kurs, e ndryshoi këtë kartë pas zgjedhjeve. U mundua që ta justifikoj përmes një prrallë popullore, siç vazhdon edhe tash, që jo ne nuk i kishim votat, nuk kishim mund